أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po vazhdojmë me ligjëratën e 53 të shpjegimit të veprës Miraqi el Falah Sharh Nurul Idah të Imam Shërbulalit rahimahullah, me lutjet e Allahu Gjallëshanuhu që të mësojmë, të na mëson me ato dituri që janë të dobishme për neve dhe të na largon informacionet të cilat nuk janë të dobishme për ne. Ligjëratën e fundit apo dy ligjëratët e fundit kemi folë për sejdën e leximit të Kur'anit Kerimit, kurse sot do të kalojmë me një kapitull të ri, është Babul Gjuma ose namazi i Gjumas. Nuk e di sa ligjëratat do të na shkon sepse është pak çështje problematike, çështje të fikut, dhe duhet që të kalojmë më ngadalë dhe më me precizitet për t'i pa dhe për t'i kuptu disa gjëra se si zhvillohet ngjarja rreth faljes së namazit të Gjumas. Babul Gjuma, pra kapitulli i namazit të Gjumas emërton kësi autori, وهي thot من الاجتماع بسكون الميم والقراء يضمونها وفي المصباح aspektin gjuhësor. Babul Gjuma, njëna është me dhamme, Gjuma, njëna është me sukun, Gjuma, i tregon aspektet e gjuhësore që të trijet janë po si format dialekteve, kia gje lugatul Hijaz, lugat Temim, se si e përdorin ato, si e përdorin këto, po janë tre mendime respektivisht, se përdoret el Gjumua, a përdoret el Gjum'a me sukun, po që të trija janë të lejushme, aspekti gjuhësor i nocionit Gjuma. Salatul Gjumua, fardu ajnin. Namazi i Gjumas është farzi ajn, farz individual, personal, bil kitabi wa sunnati wal ijma, është i vërtetuar me Kur'an, me sunnet dhe me konsenzusin e dietarëve islam. Pra fardu ajnin bil kitabi wa sunnati wal ijma'i wa naw'in min al mugni yukferu gjahiduha lidhalike. Pra namazi i Gjumas është farzi ajn për çdo besimtar islam që i plotson kushtet që do t'i përmend më vonë, cilët janë kushtet e namazit Gjumas, që vërtetohet me ajet të Kur'anit Kerimit, pikrisht me ajetin Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillah, është mënyra imperative, pra urdhërore, fas'au ila dhikrillah, edhe pse dikush nga dietarët, jo të gjithë, po është një grupi i dietarëve që mendojnë se namazi i Gjumas është për gjithë besimtarët pa dallim gjinie, edhe për meshkujt edhe për femrat. Ja ju alladhina amanu, në shumicën e rasteve Kurani i përfshin të gjithë. Ja ju alladhina amanu i përfshin edhe meshkujt edhe femrat, por këtu bojnë sqarimet dietarët pastaj se për gjinien femërore namazi i Gjumas nuk është farzi ajn, po është namazi i drekës. I vërtetuar pra me Kur'an dhe me sunnet, ka hadithe të shumta që po ndalëm në këtë kapitull, kur t'i qelni librat e haditheve, në për këtë libra duke fillu prej të Bukharia, Muslimi, Tirmidhiu, Nisaiu,
i gjoni agje se babë salatul gjuma, hadithet, i ke të rëdhitura njeni mas tjetrit. Wa naw'in min al-ma'na dhe një lloj të nga aspekti kuptimor këtu çka synon ki. Namazi i xumas është farzi ajn. Namazi i drekës është farzi ajn. Në aspektin logjik, pra, që vë naw'in min al-ma'na, këtu e ka qëllimin autori me këtë fjalë. Thot, hadha delil ma'na al-ma'kul. Kjo është si mas argumentimi se xhumaja është farzi ajn në aspektin logjik. Thot, dreka është farz. Xhumaja është farz. Derisa Allahu xhalleshanu na urdhëron biterki fardhin, për braktisjen e një farzit, që është namazi i drekës, apo? Atëherë, atë çka na urdhëron, duhet jetë ose më i fuqishëm se sa farzi, ose tjetë të njëjtit nivel. Kur Allahu na ndalon prej një farzi, veprimin për cilin na urdhëron është farz. Sepse s'mund të ndalon për një farz, e të urdhëron me një nafile, ose me një mendub. Pra kjo është aspekti logjik që ka e bën autori me dy fjalë këtu, se është xhumaja, namazi i xumas është farz. Yakfuru jahiduha lidhalika. Ai që e konteston namazin e xumas, që nuk e pranon si farz, yakfur. Pra konsiderohet si kafir. Qale sallallahu alaihi wasallam fi hadith, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ajetin e përmendëm ne, edhe pse nuk e ka në tekst këtu, wa'lamu anna Allah farada alaykum al-jum'a fi yawmi hadha, fi shahri hadha, fi maqami hadha. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dine se Allahu Gjalleshanu a bëri farz juve namazin e xumas në këtë ditë, pra ditën e xuma, në këtë muaj, në këtë vend. Andaj, faman tarakaha tahavunan biha wa istihfadhan bihaqqiha wa lahu imamun adilun aw jairun fala jam'a Allahu shamlahu. Prandaj thot, kush e braktis namazin e xumas nga pakujdesia, nga dembelia, duke nënshmuar obligimin duke përul nënshmuat farzin e namazit xumas, edhe ka një udhëheqës të drejt apo të padrejt. Udhëheqësi i Islam është i drejt ose është i padrejt. Thot çka? Për të nuk ka, pra Allahu nuk e bashkon në çështjen e tij, e as nuk do t'i dhuroj begati atij. Wala baraka lahu fi amrihi. Allahu nuk i jep bereqet në çështjet e punëve të tij. Hadithi, kuptimi i hadithit del kështu. Allahu, pejgamberi alayhis salam ka thonë, Allahu xhaleshanu u bani farz namazin e xumas këtë ditë, në këtë vend, këtë muaj, kështu me radhë. Kush e lën këtë namazin, duke e nënshmu, duke e përbuz namazin e xumas, thot Allahu Gjalleshanu dhe e ka një udhëheqës Islam. Pavarësisht se ky udhëheqës Islam është adil, është i drejt, ose nuk është i drejt. Pra, kjo jep me kuptu hadithi e u jairun, udhëheqësi i pa drejt, zullumqar, nuk mund tjetë, këtë ka kuptimin hadithi. Hadithi udhëheqësi i pa drejt, nuk mund tjetë arsye për mos faljen e xumas. Pavarësisht nëse është i drejt, ai është Islam dhe është mirë, po edhe nëse është zullumqar dhe nuk është udhëheqësi i drejt, kjo nuk është arsye që unë mos ta fali namazin e xumas. Nëse e lën ti për këto arsye namazin e xumas,
Thotë Allahu Gjallëshanu, nuk t'jep bereqet në punët e tua. Ela, veni rejtë është kësaj që vjen, ela fela salat e lehu, a i nuk ka namaz. Ela fela zekat e lehu, ela fela saum e lehu, a i nuk ka namaz, nuk ka zekat, nuk ka agjerim, illa en jetub, përveç nëse pendohet, femen tabe, tabe Allahu alejhi. E ato që ka pendohen, Allahu Gjallëshanu e pranon pendimin e tyre. Hadithin e keni të Sunan al-Kebir Imam Bejhekijut dhe Musnedi i Abdul Humeidit, de facto. E keni në Mu'jamul Awsat, e kështu me radhë, po prej transmetimeve transmetues tjerë. Kurse prej Xhabirit e keni të Sunani i Imam Sunan al-Kebir Imam Bejhekijut. Ela fela salat e lehu, nuk është për qëllim që ai s'ka farz namazin. Lënja e namazit, nuk synohet të lënja e namazit. Nuk synohet të lënja e agjerimit, se ka farz agjerimin, ose se ka farz zekatin. Por çka? Nëse ai e fal namazin, e jep zekatin, e agjeron, yeskutu fardiyatuhu, ki farz nuk i kërkohet te Allahu xhaleshane, ka kriju obligimin e namazit, zekatit dhe të agjerimit para Allahut, por nuk ka shpërblime. Tjetër është me kriju obligimin, tjetër është me pas. Pra hadithi këtu, ela fela salat e lehu, nuk e ka për qëllimin se ai kot se falet. Sikur fetvaja që dalin në Ramazan, ai që nuk ka fal namazin, kot e ka që agjeron. Po, në shpërblimin e tij, jo në esencën e veprës, sepse këto janë çështje të ndara. Pra, e ka të mangët shpërblimin e zekatit, agjerimit dhe të namazit. Argumenti çka argumenton? Illa en jetub, me përjashtim nëse bën teube. Sepse nëse bën teube, i kthehet shpërblimi i tij, fataba Allahu alejhi. Po të kishte dal prej kufrit, prej kësaj, kishte kalu në kufër ki. Atë kishte kalu në kufër. Për çka duhet bën teube ki? Për çka duhet bën teube? Qafiri, jo muslimani, nuk e ka obligim me bë teube për mos faljen e namazit, as për mos agjerimin. Ai ka obligim të bën teube për kufrin e tij, pra të rikthehet në Islam. Me çka kthehet në Islam? Me shahadetin la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Pra ky është brenda Islamit. Obligimet e tija të namazit, zekatit këto i kryen, po sevapi i tij është i mangët. Këtë e ka kuptimin hadithi që ka e lexuam, që të mos e kesh kuptojmë. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, men taraka thalatha jumu'a mutawaliyat min ghairi udhrin tabe Allahu ala qalbihi. Thot kush i len 3 gjuma pa i falur, kështu rresht, pa ndërpre, gairu udhrin, pa arsyetim juridik islam, pa arsyetim që të pranuar, se udhër dihet çka është. Thot Allahu Gjallëshanuhu do të vullos zemrën e tij. Vullosja e zemrës në këtë rast është mbyllja e zemrës së tij që të pranon mirësit. Kurse hapja e zemrës nuk kupton, kjo është kuptimi alegorik, se nuk ka vull në kuptimin fizik. Dietarët fukahat thonë kështu: ku e merr vesh njeriu, e ka zemrën e vullos të mbyllur apo nuk e ka? Thonë, nëse e bën një punë të pahjeshme islame, një punë jo islame,
dhe zemra jote nuk reagon. Nuk reagon, madje edhe arsyeton atë pastaj. Ose e ndëgjon dika duke e bën një punë, ose e sheh duke e bën një punë jo të mirë islame. Dhe ti fillon nuk reagon për atë punë, fillon me të ardhë mirë ajo. Këto janë shenja se zemra jote është e mbyllur. E ndëgjon ezanin, fillon me të pengu ezani, fillon me të pengu leximi i Kuranit, fillon me të penguën libri, nasihati, ligjerata. Nëse këto kanë fillu me të pengu, se s'dorohet hoxha, s'bëhet kjo, veç namaz, veç, kjo është mendimi i dietarëve. Thot, këto janë shenja që paralajmërojnë për mbylljen, për vullosjen e zemrit, sepse nuk është e gatshme me absorbu, serveri nuk i tërheq ato punët e mira. Nëse ai e don ajetin, e don hadithin, ka dëshirë të ndëgjon, pushon zemra ti kur dëgjon Kur'an, edhe pse s'din me lexu. Ka qef të ndëgjon ezanin, ka qef të ndëgjon ligjeratën, ka qef të ndëgjon punët e mira, ti kallëzohet diçka mirë për islamin, për pejgamberin, për fen, për gjithçka, thot ki zemra e ti është e hapur, nuk është e vullosur. Tabe Allahu ala qalbihi, Zoti e vullos zemrën e tij dhe gradualisht ki shkon tu larguar prej punëve të mia dhe shkon të ardh keq e ma keq situata. Wa man tabe Allahu ala qalbihi yaj'aluhu fi asfali darki jahannam. E ati që ka javullos Allahu Gjallëshanuhu, ati që ka javullos Allahu Gjallëshanuhu zemrën e ti, ajo është në fund të xhenemit. E kjo çka është? Kjo është cilësie munafikëve. Innal munafiqina fi darki al-asfali min an-nar. Vepron diçka tjetër, ka diçka tjetër, e fal namazin, por jo me koncentrim, mendon diçka tjetër, kjo është nifaki. Pra, ai që e len, po e përkthej ma popullor që hadithin, ai që i len 3 xhumaja radhazi pa ndërpre, fillon t'i vjen mirë kjo punë dhe ka fillu me hinë atë portën e hipokritëve, pse po bajka edhe kështu, po bajka kiameti, pse si kanë falë 3 xhumaja, dhe fillon t'i ngushtohet zemra e tij për t'i pranuar të mirat, fillon t'i hapët nga e keqja dhe fillon të hynë në cilësitë e hipokritëve munafikëve. Wal jumu'atu fardun akedun min adh-dhuhri. Namazi i xumas është farz më i fuqishëm se sa namazi i drekës. Ala kullin men ijtama'a fihi 7 sharait. Namazi i xumas është farz më i fortë, më i fuqishëm se sa farzi i drekës. Edhe pse e ka përdor nocionin akidun ki. Për të hedhë poshtë teorinë e atyre që mendojnë se namazi i xumas e zaventson namazin e drekës. Pra, namazi i xumas nuk është zaventësimi i namazit të drekës. As namazi i drekës është zaventësimi në dispozite kemi fjalën. Sepse namazi i xumas është akedun, është më e fortë se sa namazi i drekës. Cili është argumenti se është namazi më i fortë? 1. Për shkak të urdhrit kuranor ku Allahu xhalleshanu thot fas'au ila dhikrillah, fas'au. Dhe e dyta, hadithet që 2 hadithe apo 3 sa i lezu, po edhe hadithet të tjera që ka, hadithet që përshkruajnë sankcionin, dënimin për mosfaljen e namazit të xumas, që thamë se i vulloset zemra, fillon të hinë në radhët e hipokritëve, këto janë dënime, këto janë sankcione. Të njëjtët dënime, të njëjtët sankcione nuk thuhen për namazin e drekës, por thuhen vetëm për namazin e xumas. Dhe kjo jep me kuptu se namazi i xumas qenë ka më i fuqishëm se sa namazi i drekës.
فالجمعة فرض آكد من الظهر على كل من اجتمع فيه 7 شرائط. Derisa është farz në veti, është më i fuqishëm nëse çdo i plotësohen 7 kushte. Tash him te kushtet e namazit xhamas. وهي الذكورة خرج به النساء. Gjinia femrore do thot namazi i xhamas është farz vetëm për burrë dhe nuk është për gratë. Nuk është farz. Duke u bazu në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam an Ummi Athiya, që transmeton hadithin radiyallahu anha qalet nuhina an itba'il janaiz, thot Ummi Athiya, jemi ndalu në përcjelljen e xhenazës, pra si grua kjo flet tash, jemi ndalu nga kush? Nga pejgamberi alayhis salam. Në përcjelljen e xhenazës, që femrat të përcjellin xhenazën, wala jumu'ata alejna, dhe nuk e kemi farz xhuman. Këtu du një sen ta theksoj, që nuk e ka këtu, po prej librave tjera. Femra nuk e ka farz namazin e xhumas. Mirë po, nëse e fal namazin e xhumas, i bjen farzi i drekës. Pra në parim, ajo se ka farz, por nëse ka shku në xhami dhe e ka fal namazin e xhumas me xhamatin, nuk e ka më farz namazin e drekës. Nëse nuk e ka fal xhuman, e ka, sepse ka disa çështje që femra nuk i ka obligim, por ndalohet për burrin që ta ndaloj atë veprim, që t'ja ndaloj atë veprim asaj. Femra se ka obligim. Pra, femra nuk e ka obligim, se ka farz namazin e xhumas, por ndalohet për burrin që ta ndaloj gruan mos shkon me fal namazin e xhumas. Kjo është si rregull përfërsisht. Ose çështja nuk është obligative, por burri e ka të ndaluar të ndaloj femrën prej asaj pune. Për shembull, mësimi i Kuranit. Me shku në ligjërata. Organizohen ligjërata me një vend. Gruaja don me shku me ngju ligjërata. Është përgjinin femrore. Është një profesoresh, një muallime, shpjegon grave. Gruaja a e ka farz me shku? Jo, se ka farz. Kuptimin e farzit. Burri e ka haram me ndalu nëse ajo don me shku. Pra në këtë rast ajo don me shku me mësu Kurante, muallimja, ose me ngju ligjërat, ose ku e di une, ajo se ka farz, por burri e ka haram me ndaluar që shkon atje. Edhe rastet të tjera, por është si kajde që femra nuk e ka obligative, por bashkëshorti i saj, burri e ka të ndaluar që ta pengoj në kryerjen e asaj vepre. Ka raste të tilla mjaft në jetë. Pra e dhukure, kushti i parë është që për ta pas farz namazin e xhumas duhet jetë burr, mashkull. Wal hurriya kharaja bihi al-irqa, robrit, farzi sharti i dytë, liria. Robi nuk e ka obligim farzën e namazit të xhumas. Disa dietar kanë thënë, robin parim nuk e ka farz namazin e xhumas, sepse ennehu mashghulun, sepse është i angazhuar me veprat, me punët e zotërisë së tij. Po nëse zotëria i ka dhënë leje me shku me fal xhuman,
Ka thënë kur të vjen në kohën e namazit xhamas ti je i lirë, mund të shkosh ta falësh, je i lirë në kuptimin e kësaj kohe, jo i lirë në statusin e jetës. Disa dietarë janë të ndarë në dy mendime këtu dietarët. Po disa dietarë thonë, edhe në këtë rast, derisa ai e ka statusin e robit, nuk e ka farz. Huwa bil khiyar, mund të zgjedh shkon me e fal xhuman, por mund të zgjedh me e fal namazin e drekës, pra e ka bil khiyar me zgjedhje dhe nuk e ka me obligim. Do thotë nuk i bëhet farz ngel statusin e saj origjinal. Të njëjtën e krahasojnë edhe punëtorin me moditje, që ne ku jemi në për. Duke obliguesi, punëdhënësi e ka obligim me e liru punëtorin bil ejr, ka me moditje, ke morë me të marru shtëpinë, ku e di unë, në fush, në mal, e ka obligim punëmarrësi me e liruën për faljen e namazit xhumas. Ka të drejtë t'ja hekat përqindjen e pagesës, për shembull, çajo ora, po çato gjysore, po nëse nuk e lejon, atëherë ka temë tjetër. A duhet vazhdon ki punën apo duhet tërheqet prej asaj pune, është çështje tjetër që diskutohet në punë tjera. Pra, sharti i parë ishte dhukure, tjetë mashkull, sharti i dytë ishte el hurrije, liria, që të përjashtohet robi. Dhe sharti i tretë është el iqame, ve kharaja bihi el musafir, duhet jetë mukim, për të pas farz namazin e xumas, duhet që të jetë mukim, të ketë statusin e mukimit, mos të ketë statusin e musafirit, udhëtarit. Wa an takuna al-iqamatu bi Misrin, kharaja bihi al-muqimu bi qaryatin. Me kusht që bi an takuna al-iqamatu bi Misrin, që vendqëndrimi i tij që të bëhet mukim, tjetë në qytet. Bi Misrin, kharaja bihi al-muqim bi qarya, përjashtohet nga ky rregull ai që është në fshat. Në qarje në gjuhën arabe është pak më problematik. Se ne kur themi fshat këtu te ne i mendojmë këto fshatrat tonë, që kanë këtë kushte normale për jetesë, infrastrukturë. Po të këtu të arabët, ku fletët për qarjen ato fshatrat e shkretirave, ku s'ka kushte as për jetë, ku nuk e ka farz aslen namazin e xumas. Ato fshatarët që janë atje, jashtë qytetit janë me një skaj diku, po tani, jo, është problem për ne, për ta kuptu përkthimin e fjalës qytet edhe fshat, se ne më njerë ku në shkon mendja. Kuptimi i parë në shkon mendja të fshati jonë, që ne i kemi me gjitha infrastrukturët e zhvillume, po këtu, kur përdoret, e ka fjalën për atë fshatrat apo vendbanimet që janë jashtë qytetit, që ai edhe me qenë mukim, edhe misafir, ai se ka farz në esencë namazin e xumas. Wal jumu'atu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, el jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Namazi i xumas është obligim për çdo musliman që të falet me xhamat, illa al arba, përveç 4 njerëzve. Memlukun, pra robi, aw imra'atun, gruaja, aw sabiyun, fëmija, aw marid. Hadithin ismuti. Hadithin e kemi me transmetim nga Ebu Musa al-Ashari në El Mustadrak, në Sahihun e Ebu Davudit dhe Sunanul Kebir al-Bayhaqi.
Sunenul Kebir, Ebu Musa al-Ashariu thot ka thënë pejgamberi alayhis salam, namazi i xhamas është obligim të falet me xhamat përveç për 4 persona. Për robin, el memluk, për gruan, për fëmijën dhe për të sëmurin. Wa fil Bukhari, kurse te Sahihu i Bukhariut hadithi, tash bën shkëputje të hadithit ki. Illa ala sabi, përveç fëmijës, robit, au memlukin, au musafirin, ose musafirit. Pra kjo është hadithi që transmetohet te Imam Bukhariu. Wala gjumuat, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka namaz gjumas, la gjumua, nuk ka gjuma, wala tashrik, takbirut tashrik, wala salat al-fitr, namazi i fitr, bajramit, wala adha, asi kurbanit, illa fi Misrin, gjamiin au medinatin adhimetin. Pra, nuk ka namaz gjuma, nuk ka të shrik, nuk ka namaz fitër bajramit dhe të kurban bajramit, përveç se fi Misrin, në një vend banim, që ka njerëz, që ka grumbull njerëz, e u medinetin adhimetin, ose që është qytet i madh. Fa an Aliyin, transmeton Aliu radiallahu anhu, thot, la gjumuate, wala të shrika, wala salat e fitrën, wala duaj, la gjamin, Musannefi i Abdurrezzakut, e transmeton hadithin, wal athar li Ebi Jusuf, libri hadithit, el athar, dhe Musnedi ibn Gjadit, Suneni Bejheqiut, e tjerë, pastaj ndrojnë edhe transmetuesit. Sa herë që ndrojnë koleksionet, ndrojnë edhe transmetuesi, me këtë të merren muhaddithinët, pastaj ne s'kemi punë të poshtë, se nuk mormi vesh në atë çështje. Pra, ولم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الإقامة في المصر. Pra në bastë të këtyre dy haditheve, njeni që ishte të Bejheqiu, dhe tjetëri që ishte të Bukhariu, se nuk ka namaz xhamas, përveç se, pra namazi xhamas falet me xhamat, përveç për robin, për gruan, për fëmijën, për smutin. Dhe hadithi tjetër ku thot se nuk ka namaz xhuma, e as të shrik, e as kurban, e as fitër, illa fi Misrin, përveç se në qytet. Qytet, gjamin e u medinetin adhime, qytet, ose hajti të themi qytez, ose qytet i madh ku është fjala ku njerëzit grumbullohen. Walam yunqal anis sahabati, nuk ka ndonjë transmetim, që argumenton tash. E argumenton se namazi i xhumas falet në atë vend ku ka xhamat dhe nuk falet në përfshatrat që i tham, që janë periferike, që nuk kanë kushte për falje të namazit xhumas. Walam yunqal anis sahabe, nuk kemi ndonjë transmetim prej sahabëve, annahum hina fatahu al-bilad, se kur e kanë çelë ndonjë vend dikon, kur e kanë shliruar ndonjë vend, ishtaqalu bi nasbil manabir wal jam, janë marrë pastaj me shka, me rregullimin e minberave, për hutben, sepse s'kan mund më njerë të sot e ka shliru këtë vend edhe nesër të marrojmë xhamin. Nëse e kanë shliru vendin të themi ditën e hejtë, ose ditën e mërkur, xhamon është dasht me falë, kanë mbaruar një minber, me një ledin, për të falë namazin e xhamas. Por jo s'kan mund më njerë xhamin ndërtohet. Thot, por, prej sahabëve, nuk ka ndonjë transmetim që këto janë angazhu me ngritjen e minbereve në për periferi, illa fil emsar dun el qura. Por se ka transmetime vetëm në për qytete, ose vend banime, sepse përsëri po kthehem, jo për ju, më shumë për dëgjuesin, se kur themi fshatra kam frikë, mos të më keq kuptojnë xhamati,
se fshatrat tona mund të quhen emsar, vendbanime sot, që kanë infrastrukturë, kanë poshtë, kanë rrugë, kanë lidhje, ka institucione. Walau kan lannuqil walau ahadan, po të kishte pas raste në kohën e sahabëve që kanë ndërtu minbere edhe në për fshatra, do të në kishte ardhur një transmetim. Qoftë edhe ahad, edhe hadithi ma i dobë që ka do të ishte ahad. Fela budde min iqameti fil Masr. Pra, pa tjetër, namazi i xhumas të falet në vendbanim ose në qytet. Kina kthehet përsëri, më vonë do të vim te kjo se çka do thot me fjalën qytet edhe kura. أو الإقامة فيما أي في محل هو داخل في حد الإقامة أي المصر، وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر ويصير مسافرا. أو الإقامة فيما ose pra në qytet ose në periferit qytetit. Nëse është mbrenda, kur kemi folë për namazin e mysafirit, e kemi thonë një rregull atje. Nëse ti ke dalë prej qytetit, për të fillu me shkurtu namazin, duhet të kalojsh atë atarin, të kalojsh atë vend qëndrimin tënd ku je, për shembull Kumanova. Duhet dalish prej qytetit. Brenda qytetit konsiderohesh hala edhe nëse je në periferit qytetit. Sepse periferia e qytetit është pjesë përbërëse e qytetit. Pra, që të konsiderohesh se e merr statusin, duhet kalosh keq shtëpijet e vendbanimit. Ki po thot, duhet tjetë namazi i xhumas brenda qytetit ose brenda këtyre kufive ku qoftë edhe në periferi të qytetit, jo jashtë. Wala yajibu ala man kana kharijahu, sepse ato shka janë jashtë periferisë qytetit, në fshat atje, ato nuk e kanë farz namazin e xhumas. Hatta walau sami'a nidaa min al-Masri, edhe nëse e ndin e zanin e namazit xhumas nga qyteti, po jashtë periferisë qytetit, jashtë gravitacionit qytetit, jashtë perimetrit qytetit, është në fshat, e ndin e zanin, ki thot nuk e ka farz. Min al-Masr sevan kana sevaduhu qariban min al-Masri au ba'idan. Sevaduhu kjo është ai fshati i tij, ajo atari i tij, afër apo larg qytetin, ala al-asah. Fala yu'malu bima qila bi khilafin wa in sahha. Pra, sipas mendimit më të saktë se ai i cili është jashtë qytetit, edhe nuk ka kushte për faljen e namazit të xhumas atje ku është, nuk obligohet me faljen e namazit të xhumas për të ardhur në qytet për të falë namazin e xhumas. E keni du të përmendi një rast kur u ba një katrahur këtu për Bajram. E ju kujtohet, kur bjen Bajrami i ditën e xhuma, dhe kur ne përqa me bam katrahur në xhamata, duhet më falë xhumaja ditën e Bajramit, as duhet më falë. Dhe argumentin ishte se pejgamberi alayhis salam u ka thonë njerëzve, kjo është sipas mendimit Imam Shafiut, se pejgamberi alayhis salam u ka thonë atyre njerëzve që ju që e falët Bajramin sot nuk e keni farz me falë xhuman. Bëhet fjalë për ata njerëz që kanë ardhur nga periferia e Medinës, e kanë falë namazin e Bajramit dhe këto nuk kanë kohë me shkuën atje me bë me fëmijën Bajram, me prej kurban apo me kuediun, dhe mu kthi me falë xhuman. Ato i ka liru pejgamberi alayhis salam. Dhe ky rregull thot nuk vazhdon për banorët e vendit, pra e kanë edhe më të tje, ato shka janë për rreth xhamisë. Në këtë rast, ato shka janë jashtë, ato nuk e kanë farz. Nëse janë brenda në qytet dhe vinë me fol, okay, s'ka problem, por në parim nuk e kanë farz namazin e xhumas. Derisa ki e përmend, do thot ekziston një mendim se edhe ato e kanë farz, por ki e hedh poshtë atë mendim se
thot është i pabazë. Kushtit i katërt është es-sihhatu, shëndeti. Kharaja bihi al-marid lima ravaynahu. Për ta pas farz namazin e xhamazit duhet me qenë i shëndosh. Pra, i shëndosh, mos tjetë i sëmur, mos frigohet se do t'i shtohet sëmundja dhe mos frigohet se do t'i zgjatet shërimi. Nëse zgjat një javë, nëse shkon në xhami zgjat 2 javë. Kharaja bihi al-marid, pra prej kësaj citate që nuk e ka farz namazin, është i sëmuri. Wa shejkhul kebir alladhi dha'ufa mulhikun bil marid. Edhe i moshuari që është dobësuar, s'ka sëmundjaj. Thjesht e ka moshu nga mosha është dobësu, s'ka sëmundje të caktuar, yulhaq, pra i bashkangjitet sikur të sëmurit. Në këtë rast, edhe pse ki nuk e ka të librat të shpjegimi i Tahavijut, e gjeni këtë, që e shpjegon këtë, thot, i të njëjtin status që shumë i rëndësi për ne, e ka shërbëtori që e ruan të sëmurin. Për shembull, njeni të zonë si shembull, e ka babën e smut, s'ka kush e këshirë. Baba është në gjendje të keqe. Baba nuk shkon me fal xhamon, se është i smut dhe është i liruar. Por djali nuk mund të shkon të fal xhamon sepse nuk mund të lënë prindin vetë në atë gjendje. S'ka kushe. Kush kujdeset për te? Edhe kish shërbëtori që për kujdeset për prindin këtë rast, ose për smutin, nuk e ka farz namazin e xhamaz, por e ka farz namazin e drekës. Disa dietarë në krahasim me këtë kanë marrë edhe mjekun. Mjeku duhet të bën pacientin në operacion. Se i thot pacientit ti prit tash, unë po shkoj pe fali xhamon, pastaj kur dal pi xhamon edhe një kafe e pi diku, e kur të vi, të bëj operacion. Jo, duhet urgjentisht me qenë aty. Ki nuk e ka obligim xhamon nëse nuk arrin, pra, sepse duhet me shpëtu jetën e, me shpëtu në kuptimin me i marrë masat preventive që i duhen njerëzit, sepse ne as nuk zgjasim njeri, as nuk zgjat, as nuk, po ka përgjegjësinë e veprimit. Pra edhe i sëmuri, edhe shërbëtori të sëmurit hinë në këtë kategori. Wal khamis, kushti i pestë është el-amnu min dhalimin. El-amnu, por çfarë të thon parzit gjatë bisedës, teksti arabisht e ka kuptimin 100%. Përkthimi, el-amnu min dhalimin, siguria nga zullumqari. Fela tajibu ala man ikhtafa minhu. ويلحق به المفلس الخائف من الحبس. الأمن من الظالم. Siguria nga i padrejti, nga zullumqari. Po nëse ki ka bo një vepër penale, ka vjedh, ki zgudzon me shku në xhami, a lirohet prej farzit xhamas? Jo, nuk lirohet, se ki ka krim. Min dhalimin, prej ati shka i bën padrejtësi. Po, pra ta në spjegon, ala men ikhtafa minhu. Unë, wal muflisu l-khaif min al-habs. Unë kam një borç. Gjykata ka thonë me ja kthej borxhin hoxhës. Më ka shpall muflis. Muflis është kur s'ke kur gjama. Me ja kthej borxhin pa, ose do të me shku në burg.
Unë tani, s'kam kapital ma me I këthi hoxhës. S'ka se, krejt që ka u mora jo. Dhe ki, am shef, se ka vendim gjykate. Ki am shef dikun, ki thët nuk e ka fars namazin e xhumas. Sepse ki nuk është I ikur prej ndonjë zullumqarit, ose që ka bën ndonjë vepër penale. Ka një problem, një telash, por jo sikur rasti I parë. Pra thot, el emnu min dhalimin. ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم. Ashtu si që lejohet atij tejemumi për ujin. Që këtu është më shef dikun, që gjema të tjeje diku ka uj. Pa I s'gëzën me dalë. Jaza lehu tejemum. Për atë është në original, se prej këtu këtë ndrejt të tejemumi, tani ti çudit është, po shkam hini tejemumi këto. Dhe kushti I gjashtë është selametul ajnejn, që tjetë I shëndosh në sytë. Fela të gjibu ala l'ama inda Abi Hanife. Duhet që tjetë I shëndosh në sytë e ti, sepse Imam Ebu Hanife thot I verbëri nuk e ka farz namazin e gjumas mutlakan. Do thot Khilafen lehuma për dalim nga kush? Nga Ebu Jusufi dhe Muhamedi, lehuma, idha wajada qaiden yusiluhu. Ebu Jusufi, Imam Muhamedi, Imam Ebu Hanife thot, I verbëri, nuk e ka farz namazin e xhumas. A ka dikush që e çon te xhamia? Mirë, se ka farz, ka shku e ka fal, fela bes, se fal drekën. Po në parim se ka farz. Kesh mendimi Ebu Hanifes. Ebu Jusufi dhe Muhamedi thonë, khilafen lehuma, in wajada qaiden, nëse ka kush janë gjatë për kraj, dhe verbrin e çon te xhamia, ka makinën, dhe çon me diçka, thot I bat obligim. I bat obligim. Nëse s'ka kush e çon, vetë në shkonaj, kjo është mendimi I Ebu Jusufit. Wa hiya mas'alatul qadiri bi qudratil ghayr. Këto janë 12 mesele me dhebin Hanefi që njifen, meselja me fuqinë e tjetrit, me ndërmjetësimin e tjetrit. Po pati kush intervenon, obligohet, po pati kush me të quën dverbërin te xhamia me fal xhamar, mirë, s'ka kush, nuk e ka farz. Pra, dallimi ku është? Ebu Hanife thot mutlakan. A ka kush e çon, a s'ka kush e çon, I verbëri nuk e ka farz namazin e xhumas. Nëse shkon e çon dikush, por dore me makinë, s'ka lidhje, e fal namazin e xhumas, nuk e fal namazin e drekës, I ka rënë farzjeti. Ebu Jusufi dhe Muhamedi thonë, po, pajtohemi me ti nëse s'ka kush e çon, por nëse ka kush e çon, e ka djalin, e ka nipin, e ka mund t'jetë shërptor, ka pare, është I verbër, po është pasanik, e pagun shoferin, e bani me s'ka lidhje. Se ka pa tjetër të pagun shoferin, taksien hajde qëmë të xhamia, ose të kesh shërptor, jo, ose dikuj tjetër. Pra, këtu është dallimi mes këtyre dive. O sabi, selamet të rëzhlejn. Kushti I 7, se ishin 7 ndokët, për atë produktivitismi se në dalin do kushte tjera. Duhet jetë I mundshëm në me ecë, në këmbë. Shërimi I këmbëve. Fela të gjibu alel maqad, ai çka është I palëvizshëm me këmbë, pas sën hec, nuk e ka farz namazin e xhamas. Tani shtrohet pyetja, qa me këto konët bashkohore, këto llojet e biciklave, sendet këto karakterizohen me këmbët krejt. Pra, ati nuk e ka farz, edhe nëse dikush sipas mendimit parë të Ebu Hanifes, sepse është që më varet prej diçka tjetër. Nëse nuk ka mundësi me shku me ez deri te xhamia dhe më kthej te shtëpia, ai nuk e ka farz. Por nëse shkon,
Qëllimi e di ku është, qëllimi është me i liru njerin nga obligueshmëria, mos me e bë me rakaj, plaku, invalidi, që së në ecë, ku e di unë, i verbëri, mos me u brejt në kokën e ti, unë kur gjopë puna ime, se nësë më fali gjëma. Mos me rënë pesimi. Qëllimi i këtë se është këtu. Nëse e shkon, s'ka problem. Wa min al-udhri al-mataru al-adhim. Ki nuk është kusht në veti, po thot prej arsyetimeve. Mos me shku namazin e xumës është shiu i madh. Kur, thon në shpjegimin e kësaj, kur ka balt, vërshime, ujra ka balt, edhe me dasht me shkuti, së në shko se me atë balt pas të skese si falësh, por ki kusht mendoj se në rrethonat tona nuk vlen se na më veç i kemi hik atyre gjërave. Wa amma al-bulugh wal-aqlu falaysa khassaini falidha lam yadhkurhuma. Thot se i përket bulugit edhe mendjes falaysa khassaini. Këto nuk janë specifikat namazit të xhumas. Për këtë arsye si ka përmendur këtu, lam yadhkurhuma, se çka përmendëm në 7 thash, se dhja më një numërojmë prej fillimit. Pra, pa vend qëndrimi, pa, okej. Shëndeti, siguria e rrugës, siguria e shive, po, këtë këto kushte që ka i përmendëm. Thot dikush, po pse si ka përmend bulugin edhe mençurin? Thot sepse këto nuk janë specifika për namazin e xhamës, janë edhe për namazet tjera, i ka përmend që ndërkohë. Ki që ka përmend? Ka përmend specifikat e namazit xhamës, nuk ka përmend për... Ki po e tregon pse si ka përmend autori ato. Wa yashtaritu lisihhatiha ay salatul jum'a sittata ashya. Këto që ka i përmendëm, ishin kushtet shurut vujub el gjuma, kushtet e obligueshmërisë së namazit xhamës. Tani thot, shurut sihhati salatul gjuma, kushtet e vlefshmërisë së namazit xhamës. Dhe ka dallim. Ne dim se te Hanefit ka shurutul vujub, shurutul sihha, shurutul eda, ka dhe të tjera, sidomos në këtë fushën e muamelatit. Wa yashtaratu lisihhatiha, për qenë namazi i xhamës i vlefshëm. E ke vajib, këtu e ke vajib me ardhë. E ke vajib me falë, që ka bo farz namazi i xhamës. Po ki namaz që të ka bo farz për me e kry, për me qenë i vlefshëm në formën e kryerjes së saj, thot autori duhet të plotësohen 6 sittete ashya, 6 sende, dhe me që sonde nuk mund të përfundojmë se janë bëgjit të gjata, atëre vazhdojmë në ligjëratën tjetër me shpjegimin e këtyre kushteve të vlefshmërisë së namazit të xhamës dhe deri në ligjëratën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.